E dini si krijohet sëmundja? Sëmundja krijohet për shkak të dy veprimeve kryesore që njeriu bën pa vetdije. Kur këto veprime vazhdojnë në mënyrë të pavetdijshme dhe graduale, ato çojnë në shfaqjen e sëmundjes. Pra, cilat janë këto dy veprime? Ushqimi i pavetdijshëm, kur njeriu ushqehet pa kuptuar ose pa e vlerësuar si duhet ndikimin që ushqimi ka në trupin e tij. Konsumimi i ushqimeve të dëmshme apo në mënyrë jo të balancuar, në mënyrë të pavetdijshme dëmton organizmin dhe krijon probleme shëndetësore. Mendimi i pavetdijshëm, kur njeriu mendon pavetdije duke përsëritur vazhdimisht të njëjtat mendime negative apo shqetësime. Kjo mënyrë të menduarit pa kuptuar fuqinë e subkonsciencës dhe inteligjencës së brendshme të trupit shkakton tension dhe stres, të cilat në fund ndikojnë në shëndetin e përgjithshëm dhe mund të krijojnë sëmundjen. Në thelb, sëmundja lind si pasojë e veprimeve dhe mendimeve që bëhen në mënyrë të pavetdijshme, pa njohur ndikimin e tyre në trup dhe mendje. Pra, kujdes se çfarë po ushqeheni dhe mendoni. Ju falemnderit dhe mirupafshim në vitet e radhës.